Kombëtarja shqiptare po lë pas një vit ku rezultatet e arritura pa dyshim që kanë qenë historike dhe për Kuqezin ishte një nga vitet më të suksesshme. Kualifikimi për herë të parë në play-off të botrorit është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë me në krye trajnerin Silvinho, i cili është padyshim një nga trajnerët më të suksesshëm. Braziliani ka formuar një skuadër që pëson pak gola cinike para portës, por që vetë braziliani nuk ka shumë dëshirë që të bëjë eksperimente me lojtarët, skuadrën apo edhe me listat e grumbullimit. Në vitet e fundit ai ka qëndruar besnik thuajse të gjithë lojtarëve dhe që nga kualifikueset e Europianit deri në Nations League dhe botror kanë qenë thuajse të njëjtët lojtarë. Paraqitjet e tyre kanë qenë bindëse jo vetëm me kombëtaren, por njëkohësisht me klubet ku luajnë, si në Europë, ashtu edhe në Azi apo në Amerikë. Kështu vlerat e disa prej futbollistëve në dritarin e transfermarket janë rritur ndjeshëm, por ka edhe prej tyre që kanë pësuar rënje në treg apo dhe ato që nuk kanë pasur ndryshim. Rritjen më të madhe në treg e ka pësuar mesfushori i Leçës me Don Berisha, i cili nga 1.5 milion euro vlerë të kartonit që kishte, tashmë vlerësohet me 6 milion euro. Veç Berishës, që ka pasur rritjen më të madhe me plot 4.5 milion euro, rritje vlere kanë dhe disa futbollistë të tjerë. Kështu Adrian Pajaziti ka kapur vlerën e 1.5 milion eurove nga 800.000 që ishte vlera e tij para rivlerësimit. Rritje me 1 milion euro në treg ka edhe kartoni Julian Shehut, ish mesfushori i Laçit, vlerësohet aktualisht me 3.5 milion euro, ndërkohë që deri më tani ishte 2.5 milion. Me 1 milion euro është rritur dhe kartoni i Arber Hoxhës, që është veten tashmë në vlerën e 2.5 milion eurove, ndërkohë që një rritje të lehtë ka pësuar kartoni i Yasir Hasanit. Sulmuesi u transferua te Esteglali në Verdë dhe nga 1.2 milion euro që ishte vlera e tij më parë, tashmë ka shkuar në 1.8 milion. Lojtarët e tjerë nuk kanë pësuar rritje, por pritet që së shpejti dhe kartoni i Muçit të ndryshojë, gjithmonë nëse sulmuesi vazhdon me këto ritme te Trabzonspori, pasi së fundmi ka shënuar 7 gola në 5 ndeshje. Krahas lojtarëve që këtë periudhë kanë parë që kartoni i tyre ka pësuar rritje, ka edhe nga ato futbollistë vlera të cilëve ka rënë. Kështu rënjen më të madhe ka pësuar Armando Broja, i cili me skuadrën e tij të Burnleyt po kalonte një moment të vështirë. Pavarësisht golit në ndeshjen e fundit, vlera Brojës ka rënë në 10 milion euro, ndërkohë që ishte 14 milion euro para rivlerësimit të bërë së fundmi. Rënje të vlerës ka pësuar dhe Berat Gjimshiti. Kapiteni kombëtares ka pasur kartonin me vlerë 6 milion euro, ndërkohë që aktualisht vlera e kartonit të tij ka zbritur në 5 milion. Në të njëjtën vlerë ka zbritur dhe kartoni i Uzunit, por ky i fundit ka ulje më të madhe. Vlera e sulmuesit të Austin ishte 7 milion euro, ndërkohë që tani vlerësohet me 5 milion. Ulje të lehtë ka pësuar edhe Ivan Balliu, kartoni të cilit tashmë kushton 1.2 milion euro nga 1.4 që ishte më parë. Ndryshimet e vlerave të kartonit kanë ndryshuar dhe renditjen e lojtarëve më të shtrenjtë të kombëtares. Kështu Kristian Aslani është aktualisht futbollisti më i shtrenjtë i Shqipërisë me vlerën e tij që ka shkuar në 13 milion euro. Pas Aslanit renditen Broja dhe Daku, të cilët e kanë vlerën e kartonit nga 10 milion euro. Top 5 e mbyll Ardian Ismaili me Don Berishën, ku të dy lojtarët kushtojnë nga 6 milion euro, me Berishën që është vetëm për herë të parë në këtë klasifikim sa i përket vlerës së lojtarëve, pasi më parë vlera e tij ishte vetëm 1.5 milion. Lojtari me vlerën e kartonit më të lirë në kombëtare është Naser Ali, mbrojtësi Dinamos, e ka vlerën në treg 300.000 euro dhe pak më të lartë ka portieri Ignatias me vlerën në treg 400.000 euro. Gjithashtu një tjetër portier është në listën e lojtarëve më të lirë dhe bëhet fjalë për Simon Simonin, i cili vlerësohet me kartonin që shkon në 600.000 euro. Nga 700.000 euro kushton kartoni i dy lojtarëve të tjerë, Arlinda Jeti dhe Klisman Cake, që mbyllin kështu 500 e lojtarëve me vlerën më të ulët në transfermarket të kombëtares shqiptare. Ky i fundit u ofrua rishtazit e Shqipëria pas dëmtimit që posoi marrë shkumbulla në kampionatin spanjoll.